Shqipëria i dha lamtumërirën e fundit ish kryeministrit Fatos Nano në një ceremoni shtetërore, më të madhen e këtyre 30 viteve të tranzicionit politik, dhe ndoshta më të madhen që nga funerali i Enver Hoxhës. Por ndryshe nga ai me urdhër i diktatorit, mira qytetare e politikan, e diela e fundit e Fatos Nanos i mblodhi vullneti, dashuria dhe respekti për të. Ata zhvilluan homazhe në Pallatin e Kongreseve, pikërisht aty ku nisi dhe karriera politike e historike e Fatos Nanos, figurës qendrore të tranzicionit dhe liderit që transformoi dhe modernizoi të majtën shqiptare. Mes lotëve dhe dhimbjes, bashkëshortja Joana Nano dau detaje nga njohja me liderin historik, nga vizioni i tij për modernizimin e partisë tek europianizimi i politikës shqiptare. Fatos ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza. E urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Fatos ishte në veritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Ndërsa Sokol Nano, djali i tij i madh, tha se babai i tij do të kujtohet ndër breza si një burr i madh shteti që dilte të dërtonte vetëm ura dhe jo mure. I Mati ishte i pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës. Dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka. Garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë europiane. Fatos Nano ishte mbase lideri i vetëm që e drejtoi partinë nga burgu, duke u rikthyer dhe më i fortë në krye të shtetit, në një nga momentet më të vështira, pikërisht gjatë revoltave të 1997-s, dhe këtë moment e risolli në kujtesë pas arsi i tij në parti, Edi Rama, bashkë me një mesazh për ata që dikur e burgoson padrejtësisht dhe politikisht. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor burri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndën rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshin pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh, që nuk do t'i hapësh më sytë. Historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait, për marrjen e skeptrit ti nuk ka vënd këtu në këtë eulogji. Nëse jam unë sot zëdhënësi i idhërimit krejt familjes madhe socialiste, kjo lidhet padyshim me intuitën dhe me guximin e kryetarit themelues. More than this, I did it my way. Pas ceremonisë të nderimit në Antigujt e I Did It My Way të Frank Sinatras, arkmorti me trupin e Fatos Nanos u vendos në shtratin e një topi, nderimi më i madh ky që i bëhet personaliteteve më të larta shtetërore. Familjar, personalitetet të larta shtetërore dhe qytetar e përcollën me duar trokitje dhe trëndafila të bardhë në parakalimin e fundit përpara zyrës ku qëndroi 3 herë si kryeministër, ku ndonjë nga ata që sot i eci pas arkmortit e goditi me armë në 14 shtator të 1998-s, por Fatos Nano u bë i pari politikan që i jep dorëheqjen pas zgjedhjeve dhe duke lënë pas një parti socialiste që sot është shumë pranë realizimit të ëndrrës së tij dhe të gjithë shqiptarëve, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mirëmbrëma, mirëserdhet në Newsroom, do të jemi së bashku gjatë kësaj ore dhe do të flasim për Fatos Nanon.
Sot ishte dita e fundit e tij me Snesh, ndërkohë që për të sigurisht që do të vjoj të flitet për atë që ai bëri në politik, distancimin më pas, për plasjet me palët, por dhe gjithashtu atë që nuk arriti ndoshta do të bënte. Me mua në studio më janë bashkuar kolegja Sonila Agostini, që ne njihemi ndryshe si Sonja, gjithmonë të drejtohemi, dhe gjithashtu Martin Leka, analist. Do të flasim për Fatos Nanon. Kronika përmblodhi disa elemente, disa detaje të ceremonisë ditën e sotme në nderim të ish kryeministrit të ndjer Fatos Nanon. Ndërkohë, ndjekim edhe një pjesë tjetër të ceremonisë dhe rikthehemi në studio për diskutim. Pasi gjithë shteti dhe kombje nderoi në Tiranë ceremonia e përcjelljes për në banesën e fundit të ish kryeministrit Fatos Nano, ishte më intime. Në varrezat e sharrës ishin familjar dhe një grup i vogël të afërmish e miq. Djali i tij Sokol Nano pati dhe një falënderim zemre për të gjithë pjesëmarrësit. Sot po përcjellim timat, të dashurin dhe të pazëvendësueshëm. Tani e tutje, jeta s'do të jetë më e njëjtë pa të. Por sytë e tij do i shohim çdo ditë te Antoine, Etieni dhe Maria. Sa ishte një pemë e madhe e bukur, qetë syfa të rinj. Në emër të gjithë familjes së tij ju falenderoj që na gjendeni pranë në këtë ditë të vështirë. U shpërblefshim në gëzimin familjes tuaj. Por edhe këtu nuk mungoi mirënjohja shtetërore. Trupa ushtarake nderoi ish kryeministrin Nano me të shtënë armësh. Ish kryeministri Nano do të prehet në një kënd të veçantë të varrezave të sharrës. Sonila, do doja ta nisnim bashkë, ti ke mbuluar Partinë Socialiste që prej 1998-ës e në vijim dhe gjithashtu vazhdon ta bësh një gjë e tillë, edhe pak më e distancuar kohët e fundit për shkak të angazhimeve të reja. Megjithatë, ajo çfarë vura re këto ditë që nga dita kur ai u lajmërua që u nda nga kjo jetë, ishte nga kolegë gazetar që flisnin për të dhe për marrëdhëniet me të në një mënyrë sportive dhe mund të themi deri diku fine se si një personalitet, një drejtues i lartë i shtetit, siç ishte edhe ish kryeministri Fatos Nano, zhvillonte me gazetarët. Si ka qenë eksperjenca jote me të? Po, Fatos Nano ishte erudit dhe për mua ka qenë fat që shumë e re, unë dhe disa kolegë të tjerë gazetarë ishim shumë të rinë në moshë. Ne sa i kishim hyrë gazetarisë televizive, vinim nga bankat e katedrës së gazetarisë dhe ishte fat që raportonim për një kryetar partie, pastaj një kryeministër që e konsideronte sfidë përballjen me gazetarët. Domethënë ai nuk i druhej përballjes me pyetjet tona. Madje kishte raste kur e kërkonte vetë takimin me gazetarët në selinë e Partisë Socialiste, ku më duhet të them, me din shumë mirë ata kolegë që mbase po na ndjekin në këto momente, prisnim me orë të tëra mbledhjet e kryesisë, të komitetit drejtues, mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste kanë qenë orë maratona të gjata, por që asnjëherë nuk dilnim duar bosh për të marrë lajmet. Sidomos lajmet e fundit dhe ka pakun tradita ishte vendoste Fatos Nano. Ai dilte i fundit nga mbledhja, kur sigurisht kishin dalë përpara 10-12 të tjerë me një liberalizëm mendimi, diskutimi, me mendime ndryshme, përballeshin me njëri tjetrin, ishin të kundërt. Por ne ishte më e thjeshtë të kuptonim më rrymat që qarkullonin brenda Partisë Socialiste, pikërisht fal këtij demokratizimi që Fatos Nano kishte sjellë brenda serisë roz. Dhe kjo e bënte më të thjeshtë në një aspekt punën tonë, por dhe më të vështirë. E bënte më të thjeshtë se kishim më të lehtë për të kuptuar çfarë ndodhte në korridoret e brendshme të kësaj partie që kishte marrë dhe pushtetin asaj kohe dhe qeverisë të vendit, dhe e bënte më të vështirë për të kuptuar që ato që ne merrnim vesh nëpërmjet të burimeve tona nuk ishin thjesht spekulime, por duheshin konfirmuar, rikonfirmuar dhe shkonin në si thua në hullin e gjithë lajmeve që ishin të bollshme, më duhet të them, nga seria e Partisë Socialiste. Dhe kultura që Nano vendosi në raport me gazetarët ishte, mendoj, e papërsëritshme. Sot nuk e gjen atë standard në Shqipëri të komunikimit që një kryetar partie dhe një kryeministër kishte vendosur me gazetarët. Janë bërë më të mbyllura, do thuash? Sot nuk e gjen. Martin, për çfarë do të mbetet ish kryeministri Fatos Nano në memorien e shqiptarëve? Po sigurisht do të mbetet për shumë gjëra. Do të mbetet për kulmin e tij të ideve politike, u bë më i riu i liderëve politikë, ndoshta jo vetëm Shqipërisë, por të Ballkanit, që në 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, 90 vjet, 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet, 400 vjet, 500 vjet, 600 vjet, 700 vjet, 800 vjet, 900 vjet, 1000 vjet, 2000 vjet, 3000 vjet, 4000 vjet, 5000 vjet, 6000 vjet, 7000 vjet, 8000 vjet, 9000 vjet, 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet, 400 vjet, 500 vjet, 600 vjet, 700 vjet, 800 vjet, 900 vjet, 1000 vjet, 2000 vjet, 3000 vjet, 4000 vjet, 5000 vjet, 6000 vjet, 7000 vjet, 8000 vjet, 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet, 400 vjet, 500 vjet, 600 vjet, 700 vjet, 800 vjet
si duke u bërë njëkohësisht më i madhi i atyre që dha ndërheqjen për të mos u rikthyer kurrë në kulmin e moshës tyre dhe të pjekurisë, jo vetëm politike, po edhe biologjike. Në moshën 53 vjeçare, Fatos Nano, ndoshta duke njohur edhe vetë ADN-n e politikës shqiptare dhe të popullit shqiptar, tregoi me qëndrimin e tij që duhet të largohem duhet të ikë për të mos u kthyer më, sepse bëri një luftë me sakrifica të mëdha. Në fillim mori në 91-shin, në parantezë, në 91-shin kur u bën zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri, në periferit dhe kudo jashtë Tiranës, përflitej një intelektual i ri, i pa dëgjuar askush nuk e njihte, i cili arriti i vetmi, ndërkohë kur kishte humbur në Tiranë Ramiz Alia, arriti të dilte në balotazh dhe të fitonte. I vetmi i majt që fitoi në Tiranë dhe ku në zemrën e Tiranës ishte edhe zemra e demokracisë në Shqipëri. Pra, mori më pas një gangren, si që ishte Partia Punës së Shqipërisë, me besim, dhe e modernizoi deri në pikën ku sot është bërë partia që fiton mandatin e 4, ndër partitë e rralla, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Europë. Nga ana tjetër, sigurisht, unë mendoj që Fatos Nano do të mbahet mend si një mendje hapur, si një njeri i ditur, si një njeri ku kishte rënë në dashuri me kulturën dhe me mendjen, do të mbahet mend si një njeri ku zëvendësoi pushtetin e konfliktin me pushtetin e ideve, ku zëvendësoi luftën e egër me dialogun e të tjerë dhe fakti që Fatos Nano ul me njeriun i cili kishte sponsorizuar direkt burgosjen e tij politike bashkë me të tjerë, Sali Berishën, për të bërë marrëveshje, për të ulur tensionet politike, tregon se sa larg ishte Fatos Nano në ndryshim nga liderët e tjerë të klasës politike shqiptare. E thënë shkurt, unë mendoj që Fatos Nano ishte jo në luftë as me veten, as me të tjerët, po ishte në luftë me kohën. Dhe pa dyshim mendoj që Fatos Nano kishte ardhur shumë shpejt, ashtu si që iku shumë shpejt për fat keq edhe nga kjo jetë. Sonja, është përmendur shpesh dhe vetë ish-kryeministri Fatos Nano ka folur për respektim të rregullave të lojës në politikë. Çfarë mendon ti se ka qenë shërbimi më i madh që ai i ka lënë politikës, klasës politike ditët e sotme? Shiko, Nano ishte kryeministër në një kohë të pazakontë për Shqipërinë, sot shumë për të brezat e trazuar rinj, në periudha të ndryshme. Sot për të rinj të brezat e rinj është e pakonceptueshme Shqipëria e vitit 1997, Shqipëria e vitit 1996, 98, 99 e kështu me radhë. Fatos Nano e mori Shqipërinë pas krizës së piramidave dhe luftës civile në 97, në konfliktit armatosur, pas ndërkohë që zgjente situata në Kosovë, konfliktin Maqedoninë e sotshme të Veriut ishte edhe më i ndezur për shkak të problemeve që kishte atje. Por pavarësisht dorëheqjes që ai bëri nga kryeministri në 14 shtator pas grushtit të shtetit, Nano ishte një kryetar partie shumë vizionar, sepse udhëhoqi mazhorancën e tij politike drejt diskutimit që më ardhi në pushtet në fakt në 97-ën, drejt ndërtimit të kushtetutës, dokumentit themelor, se pak flitet për këtë gjë sot. Domethënë sot Shqipëria ka për fat të mirë të asaj mazhorance dhe vizionit që Fatos Nano pati, kushtetutën ndër më të mirat në Europë, një dokument modern, rregullash dhe bashkëtese që garanton ekuilibrin dhe balancën mes institucioneve të pavarura. E udhëhoqi mazhorancën, madje ja besoi drejtimin e komisionit që ishte jesh ekstraparlamentar, zhvilloi atëherë në Pallatin e Kongreseve, një nga sallat e Pallatit të Kongreseve, mbledhja e komisionit të posaçëm ad hoc për hartimin e kushtetutës, Sabri Godos, të ndjerit Sabri Godo dhe Arben Imamit.
dy figura që nuk vinin fare nga radhët e Partisë Socialiste. Sigurisht ata bashkëvepronin me të tjerë konstitucionalistë dhe emrat njohur të jurisprudencës në Shqipëri, që kishin vizion dhe njohje të mirë të ligjit, teknikës legjislative. Dua të them që vendosja pavarësisht 14 shtatorit që socialistët kaluan në 98-ën, Nano e mblodhi veten me shpejtësi dhe nga pikpamja politike arriti të orientonte mazhorancën e tij socialiste për të bërë referendumin për kushtetutën. Dhe që prej asaj kohe në Shqipëri nuk është mbajtur më referendum. Referendum për një kushtetutë që është ndryshuar lehtësisht pas vitit të 2005 e këtej mbrapa. Shumë shpesh. Shumë shpesh, me thënë drejtën, dhe për te hartimit të kushtetutës për cilën socialistët kanë meritën pa diskutim, Nano ka meritën që e vendosi Partinë Socialiste në krye të partive europiane, duke i dhënë Shqipërisë rolin e një vendi paqësor në Ballkan, rolin e një vendi që luante një rol kyç për të shuar etjet dhe konfliktet që ishin shumë të edhshme në Ballkanin asaj kohe. Duhet kemi parasysh çfarë po ndodhte me Kosovën në 98-99 dhe me Maqedoninë e Veriut që është sot, siç e thash, dhe përtej kësaj udhëhoqi dhe një politikë dialogu mes vetë radhëve të Partisë Socialiste, duke e furnizuar Partinë Socialiste për fat mirë aso kohë me burime të reja njerëzore. Për shembull, socialistët kishin atë kohë disa kandidat për kryeministra, disa kandidat për ministrat brendshëm, disa kandidat për ministrat drejtësie, për ministrat jashtëm, për ministra kulture. Dhe po ta krahasosh për shembull dhe prurit që kanë ardhur në politikë në vazhdimsi, sidomos gjatë 15 viteve të fundit, tregojnë që ky diversifikim i njerëzve të rinj, i prurjeve të reja në politikë dhe aftësive të tyre si burime njerëzore ka ardhur duke u rrudhur. Nano e kishte këtë merit që mblodhi rreth vetes Kjerës një elitë të mirë politike të kohës, e cila i rezistoi duke e bërë Partinë Socialiste atë që thotë Martini të aftë sot për të marrë dhe mandatin e 4. Martin, a ishte ai modeli dur i politikanit për kohërat kur ai ka shërbyer, pra 91-shin, 97-ën, 98-ën e në vijim? Në fakt, Fatos Nano ishte për një kohë tjetër, e cila nuk i përket kohës sonë, por sigurisht për kohën, a i ka meritat jashtëzakonshme fundamentale, pasi, si që thash, mori një parti e cila ishte një rangall politike dhe me njerëz të indoktrinuar dhe të mpakur mendërisht dhe politikisht, kështu që kjo është një merit e jashtëzakonshme. Nuk e bën kushdo një sakrificë të tillë ku një djalë i ri të marrë partinë më të mbyllur në Europë dhe të ketë paktën vizionin për ta dërguar aty ku në të vërtetë e dërgoi zoti Nano. Ashtu siç ka meritën që i dha vetes disa cilësi të jashtëzakonshme për t'i patur një njeri i pasprovuar, i panjohur deri atëherë në politikë. Kam parasysh këtu përveç këtyre komportimin e madh që ai kishte për shembull me Dritor Agollin në Kongresin e 10 të Partisë Socialiste, domethënë shndërrimi i Partisë Punës në dhe me intelektual të tipit Mojko Mzeqo të tjerë, mund të përmend plot Turuka e tjerë dhe kjo lloj komportimi, po duke mos hedhur me njëherë pjesën më të vagullt të partisë së vjetër, por me emër të ri tashmë, tregoi që ai ishte edhe trim, gjë që e tregoi edhe në kohët e mëvonshme. Mbaj mend që ditën kur prokurori i përgjithshëm Alush Dragoshi në 93-shin kërkoi heqjen e imunitetit të Fatos Nanos, ndodhi diçka shumë e rëndësishme për të kuptuar ne se çfarë po ndodh. Nga klinika që quhej klinika e udhëheqjes atëherë, u nxor Gzim Gjata, doktori i famshëm i fëmijëve, dhe ja dhan shtëpinë e tij Alush Dragoshit, sigurisht si kompensim për të
arrestuar, për të kërkuar heqjen e imunitetit dhe për të arrestuar Fatosnanën. Ditën kur Fatosnanës do të hiqej imuniteti, në orën 10, unë bashkë me të, i kam marrë të intervistë, që është botuar në datën 20, intervistën e kam marrë me 27, para ditën në 10 dhe me 28 ka dalë gazeta dhe ja çfarë deklaron. Berisha mund të zgjasë disa ditë pushtetit ti totalitar, por asnjë skem e tij nuk ka të ardhme pasi sponsorizuesit e Berishës mendojnë që në Shqipëri mund të vazhdohet të terrorizohet populli me skemat e diktatit të Enver Hoxhës. Domethënë, pas kësaj, unë i bëra një pyetje tjetër jashtë intervistës krejt njerëzore. Edhe ditën që është thirrur në prokurori, nga e cila rezultoi që ai u thirrë në prokurori dhe përfundoi në burgun 313. Jashtë të gjitha procedurave tjera. Edhe duke biseduar me të, a ke frikë? Jo në kuptimin a ke frikë për të shkuar në burg, po a mendon që do ndodhë diçka, se ti po thrish mos ndodhë ndonjë gjë tjetër? Në korat pas zakonta? Po, pa dyshim. Edhe përgjigja ishte e thjeshtë, aty unë kuptova gjithçka. Sali Berisha dhe pushteti i tij, të cilin ka instaluar dhe po vazhdon ta përdorë në Shqipëri, sigurisht mund pritet gjithçka edhe ajo që sa po përmendet ti më tha. A Rrëfeu ai që kishte frikë të Rrëfeu? Po, absolutisht nuk kishte asnjë lloj. Jo, Fatosnano ishte i përgatitur. Siç e ka thënë vetë në intervista të shumta, ai thoshte vazhdimisht jam i përgatitur për 10 garësh. Është gara e parë. Kështu që e gjitha kjo tregoi që ai ishte i përgatitur për këtë 10 garësh, iku në burg ashtu siç i ka hije, qëndroi në burg ashtu siç i ka hije, nuk u step para asnjë lloj presioni dhe izolimi të tmerrshëm, të cilën unë e kam provuar vetë dhe e di, ashtu siç nga qelia vazhdimisht mbajti kontakte, organizoi dhe udhëhoqi një parti duke e bërë edhe në ato kushte partinë më demokratike në Shqipëri. Më tolerante, pra. Ai ka pasur një tolerancë dhe është theksuar edhe fakti që nuk u akmor demokratike drejtimi. As ndaj rivalve apo ish ministrit të cilët shpesh thuhet që është një i burgosur pra politik. Sonja Ndjes, çfarë do të veçoje nga ana cili mendon ti se ka qenë momenti ti më i vështirë? 14 shtatori, pa diskutim ka qenë një ngjarje shumë e vështirë. Viti 2001, lufta e brendshme brenda Partisë Socialiste. Atëherë aso kohë mbledhja e famshme e Komitetit Përgjithshëm Drejtues, mbledhja e KPD-s famshme në dhjetor të vitit të 2001, që zgjati 3 ditë në Pallatin e Kongreseve, ku u bë një përpjekje nga brenda rrafëve të Partisë Socialiste për ta izoluar Fatosnanën për herë të dytë. Ai ka patur plot momente të vështira. Sigurisht 2002 ka qenë një moment i vështirë, por ai ja doli kur uli në tryezë kundërshtarin e tij politik Sali Berisha, me një javë të gjatë në kryesinë e parlamentit, në bisedime që vendosën një marrëveshje që provoi për herë të parë të vetë me një president konsensual që ishte Alfred Mojsiu, dhe një ndarje të ekuilibruar të pushtetit të politik, fal aftësisë që Nano kishte për të ndarë pushtetin, jo thjesht për të ndarë llokmat e pushtetit, por për të garantuar ekuilibër të qëndësishëm në respekt të forcimit dhe mbrojtjes së demokracisë së brisht në Shqipëri. Në Shqipëri mungonte dialogu politik, mungon edhe sot e kësaj dite që ne flasim, për shkak se kështu është ndërtuar marrëdhënia mes ish-kryeministrin Berisha, që ishte rivali i politik, janë zhvilluar disa takime mes tyre. Po, ai vitit të 2002 që po ju them në këto momente, dhe nuk ishte kollaj në atë kohë, bisedoi me Berishën dhe ta mbajë një javë në kryesinë e parlamentit, ishte aftësia e Nanos pa diskutim të zhvillonte bisedime të tilla dhe të bënte disa koncencione të tilla, siç ishte për shembull avokati i popullit u vendos të zgjidhej nga opozita, traditë që vazhdon dhe sot, kontrolli i lartë i shtetit dorëzua opozitës, traditë që vazhdon akoma dhe sot, ndarja dhe balanca e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,
formula që është 4-3 për të siguruar që dhe opozita të kishte valvërët e saj të sigurisë për proceset zgjedhore që vinin më pas, edhe një sër institucionesh të tjera, deri tek bisedimet për drejtuesin e ri të shërbimit informativ shtetëror. Në atë kohë në 2002 ishte Fatos Klosi, drejtuesi i Shishit, i cili pas kësaj marrëveshje u lirua nga detyra, u emërua dikush tjetër, i cili ka ndruar jetë nuk jeton më. Por dua të them, aftësia e tij për të ulur në tryez kundërshtarin politik ishte një cilësi që mungon. Dhe për të arritur marrëveshje për të lëshuar, thënë ndryshe. Ai ishte një lider vizionar me aftësi për dialog. Domethënë, nëse kishte një kusht themelor dhe ka një kusht themelor Bashkimi Evropian sot është dialogu politik mes palëve. Gjë që kërkohet në çdo progres raport. Po sepse është kushti i Kopenhagenit, i kartës së Kopenhagenit e detyrueshme për të anëtarësuar një vend në Bashkimin Evropian. Kështu që ai me erudicionin e tij politik dhe komunikimin modern që e karakterizonte, përtej drithijeve të tij si person, arriti ta dominonte jetën politike të vendit me dialog, duke e nxitur si të vetmin mekanizëm komunikimin mes partisë politike të vetës në radh parë dhe partive të tjera politike. Dhe këtë e tregoi fakti i funeralit që u zhvillua sot. Fatos Nano ka 20 vjet, nuk është më në politik. Nuk përfaqëson nga pikpamja shtetërore asgjë, por rrjeshtat e njerëzve që shkuan të jepnin lantmirë ishin në qindra. Martin, si e ndryshoi ish-kryeministrin Fatos Nano burgimi? Si e ndryshoi? Unë mendoj që nuk ndryshoi shumë, e bëri më të vendosur, sigurisht, e bëri më të vendosur në aspiratat për paqe dhe prosperitet demokratik, të cilat arrihen vetëm me politikë dhe me demokraci, ashtu siç e thash, ishte i qartë dhe i sakt në ato 10 garshin e tij, ku betejat nuk kishin kohë dhe mbarim, ishte njeriu i cili kishte një kthjellësi të jashtëzakonshme sa nuk e imagjinoje dot se si ka mundësi një njeri kaq i izoluar, siç ishte ai dhe shumë të tjerë në burgun e Tiranës, të kishin informacion të tillë, detaje të tilla dhe që të kishin një kurajo për t'u admiruar. Unë vetë kam marrë shumë kurajo nga vetë Fatos Nano, edhe në ato kushte ku komunikimi nuk ishte verbal për ata që na ndjekin, po ishte vetëm me copa letrash, me shkrim. Është një letër këmbimi jashtëzakonshëm që kam pasur. Çfarë mund të veçosh diçka nga ai letër këmbimi? Ka jashtëzakonisht shumë. Sigurisht ajo do jetë është pikërisht koha, do jetë pjesë e një libri që kam në proces. Janë të gjitha letra të shkruara me shkrimdorë, në ato kushte që dihet, sa si fillim në letra paketat cigarësh apo alumin cigarësh, sa në letra çokolatash apo letrat tjera ku mbështilleshin ushqime që mund të vinin një herë në 15 ditë ose një herë në muaj. Ka plot gjëra të tilla. Më kujtua tani një fotografi e fotografit të njohur Armando Babani me një çokoladë dove dhe nuk e harroj kurrë. Ka qenë në shkurt të vitit 94, kur e dashura ime që është ime shoqe tani dhe Gjina ish bashkëshortja e Fatos Nanos, të cilën e ngushëlloj dhe e përshëndes njëkohësisht, kishin ardhur të dyja për të na sjellë ushqime së takimit zbret fjalë dhe avokati sigurisht avokatët përparim Sanxhaku dhe Agim Tirana, njëri imi dhe njëri Fatos Nanos, kishin ngatruar çokoladat në sakt. Po ndërkohë në njërin prej tyre Anila e kishte, unë nuk e dija se që është Valentini, për herë të parë dëgjoja që ka një festë dashuruar. Po flasim për edhe ai në burg. Po. Dhe erdhi, unë e hënga një pjesë çokoladë, pjesën tjetër ja dhash policëve të burgut, se nuk i haja shumë çokoladët. Ndërkohë Fatosi e kishte ngërë çokoladën e vet
Edhe, nga pak e grisë, kishte hedhur ato. Pas një 3 ditësh, Anila më dërgor në haber me avokatin. Si s'më një përgjigje, i kam dërguar një letër dhe s'kam letër asgjë. E shohën ato letër e qollaz, s'kishin asgjë të shkruar. I dërgoj një letër Fatosë, shifë sepse mos në ashtua dhe Fatosë i kishte mbledhur ato copat e letër, i kishte në gjithë. Edhe më shkruan dhe pasaj, në atë humorin e ti të zakonshëm, që merri të puthur të dashur së të tjerë, por çokoladën e nga vetë. Do me thënë, ishte një njeri që kishte jashtëzakonisht humor, kurajo, dhe me forta ishte kur ne shkëmbeshim në korridor për të shkuar në hetuesi e burgut, kur na thrisin avokatët, dhe imagjinoj tani 2 njerëz të veshur me tuta, që njiheshin dhe ishin miq tashmë, dhe që shkëmbeshin pa u të akuar, pa asgjë dhe thjesht shkëmbenin fjalor. Në kushte kur ishin të prangosur, bile mbaj mend që në fillimet tona, prangat ishin nga ato prangat me që mbërthehen me vida, nga ato të komunizmit, dikur. Dhe ishte shumë e shëmtuar të shikoje një kapacitet tillë, një lider politik, një intelektual kalibri në ato kushte. Po ndërkohë, vazhdojmë të themi që në atë periudhë ishte jo vetëm Fatosë Nano, ishte gjithë byroja politik, ishte Ramizalia, ishin gazetarët, isha unë dhe Aleksandr Frangu dhe të tjerë para meje që kishin qenë me ditë, që nga Muharrem Meko dikur, Thoma Gëllçi, Zhupa e tjerë, do më thënë. Pasaj kishin filluar intelektual të tjerë të kalibrit të bankave, Ardian Gjyheri, Hoti e tjerë. Mëtej biznesmen të njohur e të suksesshëm, përmend Vasil Naçin e të tjerë, do të thënë ishte në një farë mënyre gjithë pjesa e intelektuale dhe shoqërisë shqiptare në një burg. Do të thënë, i jap të drejt heret Fatosë Nanos, kur thoshte që atë që po gatuan të Sali Berisha dhe vendosmëria ti që në atë kohë, se asnjë filozofi e tillë nuk ka të ardhme dhe asnjëherë koha e Enver Hoxhës nuk do të kthehet më. Dhe për atë luftoj dhe punoj deri në fund të jetës vetë politike dhe biologjike. Dhe tregoj edhe me fakte, pra pasi doli nga burgu, nuk pati hakmarrje ndaj ish kryeministrit rival të jo vetëm kaq, nuk pati hakmarrje, po sfidoi edhe vetë partinë e vetë, e cila këmbgulte në kuptimin e bazës, po them, që duhej të hakmerre ndaj ati liderit politik, për edhe ai bëri pikërisht kundërtën, duke ndaluar turmat e njerëzve dhe duke hapur mendet e njerëzve se në demokraci, hakmarrja duhet zëvendësohet me tolerancë. Dhe këtë bëri Fatosë Nano. Dhe këto dhe shumë tjera nuk mund t'i harrohen, ashtu siç mendoj që vizioni i tij ishte jashtë çdo lloj parashikimi. Mendoj që nuk ka qenë fare e rastësishme këmbgulja dhe thërritja e Edi Ramës në kabinetin e vetë qeveritar, dhe unë jam i sigurt që Fatosë Nano që në atë kohë në mendjen e vetë e ka piketuar pasardhësin e vetë. Për këtë do flasim në pjesën e dytë, do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi shpejt.